Lajmi i fundit ku një alarm për bombë ka vënë në lëvizje autoritetet policore gjatë orëve të fundit të pasdites. Ngjarja është regjistruar rreth orës 17:00 duke shkaktuar reagim të menjëhershëm të forcave të rendit. 10 efektiv policie e përfshirë këtu struktura të specializuara kanë mbërritur me urgjencë në vendngjarje, ndërsa zona është rrethuar dhe janë vendosur perimetra sigurie. Paralelisht është urdhëruar evakuimi i menjëhershëm i të gjithë qytetarëve dhe punojësve që ndodheshin brenda godinës, si edhe largimi i mjeteve në afërsi për të shmangur çdo rrezik të mundshëm. Burime në terren bëjnë me dije se kontrollet janë përqendruar në çdo hapësirë të godinës dhe të zonave përreth, ndërsa njësitë inxhiniere po kryejnë verifikime të drejtuara për të përjashtuar praninë e ndonjë lëndësh përthyese. Ekipi i Media 60 ka siguruar pamjet e para nga momenti i mbërritjes së policisë në vendngjarje, ku duken aty forcat e shumta të angazhuara dhe procesi i evakuimit. Deri në këto momente operacioni vijon dhe autoritetet mbeten në gatishmëri të plotë, ndërsa pritet informacione zyrtare për mënyrën e alarmit dhe rezultatet e kontrollit.